Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të ende të datës 11 dhjetor 2025 ora 7 fiks, nisim emisionin ora juaj, si çdo ditë nga hëna në prepë, në fakt për orë 7 deri në orën 9 dhe sot do të qëndrojmë së bashku në njëjtin itinerar kohor për t'ju përcjellë kështu disa prej zhvillimeve kryesore dhe ngjarjeve apo lajmeve të fundit në Ora News.tv do të kemi pas pak në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju. Me zhvillimin nga vendi në Ora News.tv, fëmijët që trembin Shkodrën, kodasi dhe vjedhin banorët, institucionet në kolaps, nuk kemi çfarë t'u bëjmë. Bashkëpunimi SPAK SHBA, Ambasada Amerikane, shpresojmë që prokuroria e posaçme të bashkëpunojë në këtë nivel me pasardhësin e Dumanit. Aksident në Tiranë, 2 makina përplasen me njëra tjetrën, marrin para edhe një këmbësor. A duhet të mbyllen rrjetet sociale, modeli australian shihet si shembull për të ndaluar konfliktet. Dyshohet se mori rishfet pezullohet nga detyra efektivi i policisë rrugore në Tiranë. Aksidenti rënd në aksin Shkodër Hani Hotit, shoferi sloven përplas për vdekje këmbësore. Shiti lartë i prokurorisë zgjedh sot kreun e ri të SPAK-ut. Përfaqësuesit e ambasadave mbushin sallën, gazetarët mbeten jashtë. Zgjedhja e kreut të ri të SPAK, Ambasada Britanike, procesi të jetë i lirë, i drejtë dhe transparent. Zgjedhja e dytë në Tiranë, kryetari apo nënkryetari, kush ishte magazinieri i pallatit numër 140 në kombinat, çfarë deklaroi Romina Kuko në policinë gjyqësore. Vjedhjet me rindërtimin, preventivin e pallatit e kam haruar pa dalë në terren. Sokol Qehajaj, projekti është ndjekur nga Drejtoria e Emergjencave Civile. Abuzimi seksual me vajzën me probleme të shëndetit mendor, prokuroria e Fierit çon në gjyq autorin. Më pak interes për mësimin, Lazo, interesi i procesit të nxënit, vitet e fundit ka ardhur në ulje. SPAK zbërthen grupin kriminal Raja. 10 arrestuar zbulojnë linjat të trafikimit të drogës me destinacion final drejt Gjermanisë. Bashkia e Tiranës si stre hajdutësh, si funksiononte skema e 5D-s me punime efektive. Jemi në parashikimin e motit për sot dhe nesër, pamje dhe emri, pas konfliktit i dogji makinën 44 vjeçarit, arrestohet i riu në Tiranë. Detaje nga operacioni i SPAK-ut, kokainë nga Amerika Latine drejt BE-s, si u zbulua grupi Raja. Pjesë e grupit të Rajave, kush është Aldo Gjini, akuzuar për plagosje dhe në kërkim ndërkombëtar nga Europol për atentati i Rinas lirohet 35 vjeçari shoqëruar një natë më parë. Arma u siguruar nga baza e Ylli Zallës. I vrisnin mushkën, pronari kallëzon rastin, nisin hetimet në përmet. Emra dhe fotot më të këqit e më të këqime ja ka të shqiptarë dhe arrestuar nga administrata Trump. Tap në timon 24 vjeçari për plaset një automjet në Fier përfundon në pranga. U kap nga SPAK, por Recep Raja u dënua për plagosje të lehtë kur sulmoi me Shkopin kushërinë të Maja për Gurorën. Largohet pa gjurmë nga banesa është duket 17 vjeçarja në Tiranë. Detaje, 2 persona u gjetën të pajetë në Durrës, ja çfarë dyshohet.
Protesta para kryeministrisë, policia kallëzon në prokurori Lapajn, zaptoi hapësirën publike, pengon qarkullimin. Ushtroi dhunë ndaj vllait të saj, nis hetimi në gjendje të lirë për 35 vjeçare. Në Lushnjë, foto live të arrestuar nga SPAK si grupi strukturuar kriminal në Fushkruj. Këta janë Marvin Bushati dhe Agim Nina. Drejtonte makinën pa leje 18 vjeçari, aksidenton 2 automjete dhe një kombusor në Shkodër. Kandidatët mësohet pasuesi Altin Dumanit, KLP-s bar detajet e seancës së votimit të kreu të ri të SPAK-ut. Në kërkim për vjedhje me dhunë, pra nga 42 vjeçari, pritet ekstradimi i tij drejt Zvicrës. Kanosën dhe kundërshtuan punonësit e policisë, procedohen 2 të rinjt. Mesazhi me tritol flet pronari i biznesit të reklamave në Shkodër, nuk kam konflikte se di kush janë autorët. Shfaqjen hajdutët e Floririt, i shkullin varse nga qafa një vajze, kapën kamës, Klevis Rexha. Në pranga si pjesë e një grupi kriminal, kush është Recep Raja, në shkuara erët e djalit ish deputeti socialist. Detaj nga operacioni, goditet grupi i Rajave, SPAK ka lëshuar 14 masa sigurie, 4 persona në kërkim. Nga lekut e tradhtia, avokatja tregon arsyet që çojnë çiftet drejt divorcit dhe gjyshërit e kërkojnë. Udhë nga ura 39 vjeçari nuk kishte probleme askënd, familja e trajtoi tek një hoxh. Adoleshentët parit e sociale, Demiri, ky ligj mund të funksionojë edhe në Shqipëri, do të parandalonte rreziqet të rinjt. Emrat dhe akuzat. SPAK godet grupin e Rajave në Fushkruj, disa të arrestuar, mes tyre djali dhe vllai ish deputeti socialist. Në Amin portin e Durrësit kapen drog, armë zjarri, bizhuteri dhe lek kesh, një i arrestuar. Përcasin prangat gazetari kush janë zyrtarët e bashkisë dhe IMT-s, por edhe bizneset që përfituan nga shembja e pallateve në kombinat. 2 persona i vendosën eksploziv biznesit në Shkodër, u larguan me motociklet. Dile vranësira kalimtare, parashikimi i motit, e moshuara në Korçë, bie aksidentalisht nga kati i 3 i pallatit. Jo me zhvillimet nga politika. Kafet e Saliani dhe Ali Mehmetit Këlliçi në PD ekziston mendimi ndryshe. Duani është fëmia i ndërkombëtarëve preku, kur prokurori ka vendosur ritëm të shtuar brenda strukturave të posaçme. Muharremi, për ne si mazhorancë, nuk ka ndonjë efekt shumë të rëndësishëm se kush zgjidhet kreu i SPAK. Dubani ka ndëshkuar të pandëshkueshmit. Juristja Jorgo, politikanët kanë hyrë në SPAK duke e qeshur e kanë dalë duke qarë. Zgjedhja e kreu të ri të SPAK-ut ndoja deklarata ambasadorit të BE-s, nëse do ishte mesazh, do ishte për mazhorancë. Këshilli i lartë i prokurorisë përjashton gazetarët nga zgjedhja e kreut të SPAK, Mbushati, Republik Bananësh, jo prokurorësh. Begej, urdhri i Skënderbeut, rivendosje standardi për të dalluar kontributin autentik. Kociu në Bruksel, Shqipëria perspektivë unike mbi politikat e migracionit. Bardhi vizit në Kongresin Amerikan, Shqipëria krenare që ka një aleat të çmuar si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 100 vjetori urdhrit të Skënderbeut, Rama i dorëzon 2 medaljonet e para familjarëve të Artan Lames dhe Filip Rumbulakut.
100 vjetori i urdhrit të Skënderbeut Rama, Gjergj Kastrioti pagëzoi identitetin ton kombëtar dhe përkatësinë ton europiane. Po do kundër paqes fiskale, Berisha synohet të legjitimohen paratë e krimit. Konstituohet grupi vullnetar parlamentar miq të fëmijëve. SBA-e Britanisë me syt e Spaku kërkohet transparencë në zgjedhjen e pasuesit të Dumanit, procesi të jetë i hapur. Prishja e pallatit që i shkaktoi dëm buxhetit të bashkisë, zbardhe dëshmia e Taulan Tushës, nuk ka qenë detyra ime ndjekja e procesit. Hasimja, lëvizjet brenda PD-s janë pozitive, Saliani dhe Ali Mehmeti kërkojnë të njëjtën gjë si Berisha. Forumi ekonomik i Delfit në Tiranë, Spiro Pali, Shqipëria aktor aktiv në të gjitha platformat e investimeve e bashkëpunimit ekonomik. Katastrofë demografike. Berisha në 2018 deri më sot, numri i vdekjeve është më i lartë se ai i lindjeve. Partia e Lirisë prezanton 12 amendamente për buxhetin 2026, fond shtesë 2.5 miliard lek për pacientët e onkologjikut. Pesëdhjetori Jashak Begaj, busull e mendimit shkencor dhe ruajtjes së vlerave kombëtare. Rama në forumin ekonomik, Shqipëria një korridor zhvillimi nga veriu në jug. Rama, Shqipëria nuk është cepi i largët, por motor zhvillimi në ekonomi, turizëm dhe transformim digital në rritje. Balla, ligji kundër diskriminimit duhet përditësohet për format e reja të tij. Kuvendi rishpall thirrjen për vendin vakant në gjykatën kushtetuese. Saliani thot hapur, kështu siç jemi, nuk fitojmë dot, në PD nuk ka meritokraci. Lapa e çadër para kryeministrisë, policia ndërhyn dhe heq me forcë. Koçiu në Bruksel, avancojmë reformat kyçe në fushën e rendit, sigurisë dhe menaxhimit të migracionit. Partia Socialiste votoi kundër. Në Xhixho, shqiptarët i paguajnë sot deri në 50% më shtrenjtë ushqimet në krahasim me qytetarët evropianë. Integrimi në BE, Balla, objektivi ynë i qartë është përfundimi i këtij procesi deri në vitin 2027. Në kryetari i Bashkisë së Vlorës jep dorëheqje. Spiro Pali kërkon intensifikim diplomatik në BE, Shqipëria meriton vendin në tryezën europiane. Ministri Rama në Jordani, Shqipëria udhëhoqi tryezën udhëheqësve të komuniteteve fetare të Ballkanit. Josefina Topalli, PS, po emëron avokatin e pushtetit, jo të popullit. Kërkesa e gjyqtarëve për rritje page me 1.600 euro mbi aktuale, Rama përmbysje demokracisë mes pushteteve. Jo me zhvillime nga rajoni. Protestat e fermerëve bllokojnë Volosin, ministri Sjaras dialogojnë për një zgjidhje. Albin Kurti shpërthen në akuzat, të akuzuarit për shpërthimin në Ibër Lepens të lidhur me shtetin e Serbisë. Ish komandanti UÇK-s Isni Kilaj lirohet me kusht, dhomat e specializuara japin detaje. Goditet grupi kriminal shqiptaro-grek, 7 arrestuar, dhe një shqiptar shpallet në kërkim. Vučić synon të përfitojë nga Shqipëria e Malizi, vendet e Ballkanit Perëndimor të futen bashkë në BE. Zgjedhjet në Kosovë, Gjocaj, këtu nuk garohet
me programe politike, por me akuza. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kandidatja Tërdeci, qeveria Kurti, është e vetmja që e ka tejkaluar mandatin me vetë. Çmimet godasin festat, familjet kosovare shpenzojnë gjysmën e pagës. Prokuroria kërkon nga apeli të vërtetohet dënimit Tom Dodajt, arsyeja shitjes së armës me të cilën u vra Lirdona Ademaj. Analiza e Radio Europa Lirë, sinjalet që tregojnë se Malizi është afër antarësimit në Bashkimin Evropian. Foto dhe video, protest jo vetëm në tokë, por edhe në det. Peshkatarët ju bashkojnë fermerëve bllokojnë portin e Volosit dhe rrugët kryesore në Greqi. Licenca për ministren në detyrë të tregtisë akuzohet për keqpërdorim të rezervave shtetërore. Fermerët në Greqi përshkatëzojnë protestat, thirrje për mobilizim dhe bllokada të reja. Video Siberia e Greqisë, Katon Nevrokopi, fshati ku dimri zgjat 7 muaj dhe temperatura zbresin në 21 gradë Celsius. Nis procesi për 3 milion euro dëm në buxhet me rezervat shtetërore në Kosovë. Projekti për ndërtimin e urës në Beograd nxit kritika për fshehje të kontratave. Kosovë, një toger inteligjencës ushtarake serbe, mes 3 akuzuarve për sulmin në kanalin e Iber Lepens. Analiza e Radio Europa Lira mund të vallëzojnë tango Shkupi në Sofia. Akt akuz për Iber Lepensin, i Sufi, Jakush janë 2 akuzuarit kryesor hodhën eksploziv. Vučić nisi ka 3 mundësi për të shpëtuar, përmend 15 janarit si afatin e fundit. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë, kandidati për deputet Berisha në listën e PDK-s luftëtar dhe fëmijë luftëtarësh. Ekzekutimet me pagesë, kush është vrasësi nga Gjirokastra që kap në Greqi. Kosova me tohi reagon në BDI Ali Ahmeti kërkon tërheqjen e librit të gjeografisë nga shkollat. Protesta pro UÇK-s në Shkup në 13 dhjetor, Haklaj, shpresojmë të kemi një pjesëmarrje të lartë. Taras në Prishtinë, angazhimi i BE-s me Kosovën mbetet i fortë, me mundësi të reja për të ecur përpara. Sulmi kanalin e Iber Lepensit, prokuroria e Kosovës me akt akuzë ndaj 2 personave. Osmani Takimi, raportuesin e Kosovës në BE, vazhdimi i masave të BE-s ndaj nesh i pashpjegueshëm dhe i padrejtë. Vjen me zhvillimin nga bota. Tërheqja e Patriot gjerman nga Polonia, misioni mbrojtjes ajrore i kalohet Holandës. Dokumenti bazë i paqes Zelenski, plani me 20 pika në qendër të negociatave të burgosurit politik në Rusi, jasi hesht Kremlini, zërat e guzimshëm që kritikojnë sistemin e Putinit. Protesta masive vijojnë në Bullgari kundër qeverisë dhe korrupsionit, kërkohen reforma e dorëheqje. CIA planifikon të ngrej një bazë të fshetë së bashku me shërbimin sekret të Turqisë në Mesdhe. OKB paqëruajtësit UNIFIL u sulmuan nga Izraeli në jug të Libanit. Kërkohet historiku 5 vjeçar i rrjeteve sociale, Trump shpreson hyrjen për turistët. SBA sekuestroi një cisternë nafte në brigjet e Venezuelës. Një zbulim tronditës ka tronditur Australinë, nxiren eshtrat e një shqiptarit varrosur në obor. Video Marina Ukrainase godet cisternën ruse gjatë lundrimit në detin e Zi. Marrëveshja e Kroaci Gjermani për blerjen e 44 tankeve Merz
Ju falenderoj sinqerisht për këtë besim. Izraeli. Irani po rindërton arsenalin e tij të raketave me shpejtësi të lartë. 29 dhjetorin në Miami, Trump dhe Netanyahu shpalosin planin për fazën e dytë, Gaza. Zyrtari rus 3 të vrarë nga bombardimet ukrainase në spital. Orban refuzon solidaritetin për migracionin në BE, nuk duhet pranojë as edhe një emigrant. Bombardimet ruse ukrainasit refuzojnë të largohen nga shtëpitë e tyre. Izraeli miraton ndërtimin e 764 vendbanimeve të reja në bregun perëndimor, agon autoriteti palestinez. Gjykatësi njohërkez urdhëron publikimin e dokumenteve të çështjes Epstein për të trajtuara në vitin 2019. Tornditet e Europa, 11 vjeçarët rekrutoheshin si vrasës në internet. Europol arreston 200 persona. Zelenski, Ukraina po finalizon planin e paqes me 20 pika për t'ia paraqitur Shteteve të Bashkuara në të ardhmen e afërt. Shtohen tensione, 2 avion luftarak amerikan fluturojnë mbi Venezuelë. Shembje 2 ndërtesave në Marok, 22 viktima, teksa raportohet për 16 plagosur. Botrori 2026, çmimet e hoteleve do kapin stratosferën. Brukseli shton emra të rinj në listën e ZEZ në paketën e re të sanksioneve kundër Rusisë. Presidenti i Ukrainës Zelenski lajmëron se Ukraina dhe SBA do zhvillojnë bisedime mbi planin e paqes. Adoleshentët australianë për parjede sociale, kryeministri albaneze, një moment, krenarie, habet historiku i mendjeve sociale për të hyrë në vend, SBA forcon kontrollet për turistët. Çifti shqiptar prindri trafikant, brenda në makinë kishin drogë dhe vajzën 2 vjeçë. Fund lajme nga sporti. Rekordi frikshëm i Haaland çfarë shifrash regjistron ai me golin që i shënoi Real Madridit. Portieri i Liverpoolit në radarin e Milanit dhe mbeten dy pengesa kryesore. Inter i kivu në krizë në ndeshjet e mëdha, statistikat flasin qartë. Fitoi Euro 2016 me Portugalin, ish portieri i Romës, Vardorezat në gosht. Ajax triumfon në fushën e Karabakh dhe merr fitoren e parë në Champions, Copenhagen poshtë Villarrealin në transfert. Foto turneu i unifikuar i basketbollit, fuqizimi i atletëve me aftësitë kufizuara intelektuale. Deri Xheba shkëlqen në Francë, skiatori shqiptar në podium ndërkombëtar. Data dhe stadiumet përcaktohet kalendari i 3 javëve të fundit të superiores për vitin 2025. Video skem perfekte dhe ekzekutim mjeshtëror, Cristiano Ronaldo shënon sërish me Al Nassrin. Torino bën ndryshim të madh. Aslani do të ketë një drejtor të ri sportiv. Sala drejt largimit, egjiptiani pritet të mungojë dhe ndaj Brighton para nisjes së Kupës së Afrikës. Milan dhe Allegri marrin lajmin e mirë, asgjë shqetësuese për Leao. Vendimi i papritur i Benzema se ardhmja e tij merr një kthes tjetër. Ultrasit të binjakëzuar, por mes tifozëve të Vllaznisë dhe Elbasanit, plas urrejtja dhe premtimet për luftë. Rabiot, shpirti i Milanit, i vë flakën shtypit italian. Pronarët katarian të Paris Saint-Germainit do të blejnë klubin belg Eupen. Zidane, aksioneri i ri i Union Foot dhe Taurin, një klub i kategorisë së tretë. Kombëtarët u 19 u 17 mësojnë kundërshtarët e europianit të ardhshëm. FSHF organizon 2 mini turnet në Shqipëri. Juventusi kërkon fitore me Zhegrovën. Një jeqoj bën thirrje komitetit të etikës së FIFA-s të denoncoj lidhjet midis Gianni Infantinos e Donald Trump, shkelje e neutralitetit.
Dargeta legjenda shqiptare e boksit. Detaje: policia britanike arreston të dyshuarin e dytë që kërcënoi lojtarin e Tottenham. Këto ishin mirëpërmbledhur lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Është momenti për hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak në komunikim me ju. Dhe kthehemi në studio, jemi në pjesën e dytë të programit, ora 7:30 minuta, moment në të cilin ne si zakonisht nisim komunikimin e drejt për drejt me ju përmes numrave që keni në ekranet tuaja, 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që doni na bashkoheni dhe bëni pjesë e programit për ditën e sotme. E njëjtë data 11 dhjetor 2025, jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream oranews.tv. Na ndiqni edhe aty, jo vetëm emisionet, por edhe edicionet informative të përditësuara me çdo lajm apo zhvillim kudo dhe kurdo që ndodh. Kjo është hapësira e komunikimit me ju deri në përfundim. Mirëmëngjes, telefonata. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Ja. Kishim një shqetësim, deshim të na i trajtonte zoti Klodi. Më thuaj, Klodi janë. A, Klodi jeni jo? Po. Po. Kemi aplikuar për shtëpinë, kemi 2 vjet dhe s'kemi marrë asnjë përgjigje. Me emër Gizim Pisha. Çfarë aplikimi keni bërë ju? Për shtëpinë. Po Kemi ndërtuar shtëpinë pa leje dhe tani Çfarë aplikimi ke bërë? Çfarë aplikimi ke bërë? Po, atë që vjen në Albania. Po, aplikim për çfarë? Për të marrë çfarë? Për të marrë tapinë. Kush e ka bërë aplikimin? Gëzim Pisha. E ke bërë në Albania? Po. Legalizimin e ke? E po është pa leje ka qenë në shtëpia. Po pra, o shpirt, është e legalizuar shtëpia apo jo? Po për legalizime kemi, edhe për të marrë tapinë. Po kur ke aplikuar, se koha në të cilën më thua kam aplikuar, kanë qenë të bllokuara legalizimet atëherë. Për të aplikuar. Një vit e gjysmë, 2 po. Jo. Ke një dokument aplikimi, zonjë? Edhe s'na ja kanë dhënë asnjë përgjigje. Mos e ngre televizorin, të lutem, ule. Se unë e kam mbyllur fare. Ule, zonjë, të lutem, ule. Se unë dëgjoj vetëm kur flas. E kam mbyllur fare. Ule. E ke një dokument aplikimi apo jo? Po i kanë, si që ka aplikuar që dërgovi letrat aty në Albania, e ka edhe në shtëpi. Më jep një dokument aplikimi e dashur, se ndoshta ke aplikuar për certifikat pronësie dhe legalizimin duhet ta kesh marrë më përpara, se koha në të cilën më thua legalizimet kanë qenë të mbyllura. Ashtu? Po. Ndoshta e ke marrë më përpara legalizimin dhe ke aplikuar për certifikat pronësie. Ose ma nis që ta shoh çfarë lloj aplikimi është. Mirë, do të marrë më vonë. Okej. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit edhe ju për përgjigje. Faleminderit shumë. Presim tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjesi. Uleni zërin e televizorit dhe flasim nga. Mirë. Klodi. Urdhro. Alo. Urdhro. Ule zërin e televizorit, të lutem. Ulja televizorit. Ule në zero sepse na pengon shumë. Ulja. Jo, vaj. Unë kam dalë në pension në mars. Në mars. I rëmas këto muaj në marsin që vjen, si funksionon. Nuk e kuptova pyetjen? Për pensionin, kam dalë moshë në pensionin, kam në mars. Dhe i rëmas këto muaj unë, se sham aplikuar akoma. Këto muaj humbet nëse aplikon pasi ka kaluar viti. Po, faleminderit. Në të kundërt i merr nga muaji mars. Po aplikove sot, po themi, merr nga muaji mars. Nëse po pse s'ke aplikuar apo ke punuar? Po? Pse s'ke aplikuar, them se goxha vonë ke lënë. Po në mars thash edhe
marshin që vjen. Po pra pse nuk ke aplikuar them gjatë kësaj kohe? Po s'kam qenë këtu. E kuptova, super. Po apliko mos e lër se digjet kot ajo periudhë pastaj. Rof, moj. Faleminderit. Ti je mirë edhe ti, faleminderit shumë për telefonatën. Kemi nisur këtu komunikimin e telefonuesit e parë të ditës së sotme, takimin e kësaj dendeje. Në 7:35 jemi, sapo kemi filluar bashkëbisedimin me ju si gjithmonë në 068 60 54 639 068 99 00008 për gjithë ju që ndoni të jeni pjesë e emisionit dhe për ditën e sotme. Mirëmëngjesi, Klodi. Mirëmëngjesi. Ka një këto për legalizime se dëgjova tani. Kanë vite që janë bllokuar dhe nuk jepen më legalizime? Po. Ta flemëndjen për këtë? Si ta flemëndjen për këtë? Do të thënë që nuk bëhen më legalizime? Jo, nuk thash atë. Po. Do të bëhen legalizimet, por aktualisht është mbyllur si proces për të aplikuar. Më kupton? Kjo nuk do të thotë që nuk do të bëhen. Tani, pronësia i takon atij që është me certifikat pronësie dhe me hipotekë dhe me karta dhe shtëpie? Nëse je me këto të dyja, çfarë legalizimi tjetër do pastaj? Kjo është për ata që s'kan letra. Kërkojnë të ma marrin pronën, më thonë që e kanë shitur pronën dhe mbas 40 vjetëve kujtohen që të thonë është prona ime. Kur unë i kam të legalizuara, unë e kam me certifikat pronësie, me hipotek, me të tëra, me karta që e kanë shitur dhe ish fëmia e atyre që ma kanë shitur shtëpinë kërkojnë të ma marrin. Dhe vjen policisë dhe gënjejnë. Neve kemi shtitur shtëpi, po s'kemi shtitur truallin, kemi shtitur shtëpinë e komshiut, po nuk kemi shtitur shtëpinë tonë. Shiko, kjo verifikohet duke parë statusin e pronës në kadastër. Më kupton? Kadastër vetëm në... Kjo po ashtu vërtetohet në rast se ka një kontratë mes palëve. Nuk ka karta, se nuk figurojnë në këtë vend që pretendojnë, në një fshat që unë jam. Duhet verifikuar, po ashtu verifikohet edhe pjesa tjetër, në rast se përmenda këtë të kontratës shitblerje, sepse ndoshta aty mund të ketë përcaktuar diçka, por ju thoni që nuk është. Jo, nuk ka përcaktuar asgjë. Dhe tjetra, varet se si e ka shitur dhe se si e keni bler, sepse ka raste për shembull që tjetri thotë unë mund të shes vetëm shtëpinë, thotë tjetri dhe jo truallin. Ose mund të thotë që unë shes vetëm, po më lër më shpirt ata them unë një fjali apo more për. Pra ka shumë pikë pyetje aty. Ti thua unë e kam me letra të rregullta. Tani me letra të rregullta çfarë thuhet aty? Me hipotek, me karta, me. O zonjë, po tani unë nuk jam ignorant që nuk e di ç'do të thotë me letra o shpirt tani, po a do flasim apo do ta lëm fare? Po. Të lutem, një sekond. Ti thua që shtëpinë e ke me dokumente, apo jo? Me certifikat pronësie. Në certifikatën e pronësisë, çfarë sipërfaqe shkruhet aty? Sa truall dhe sa ndërtesë? Është toka që më është dhënë nga 751-shi, është trualli. Po ti thua e kam blerun këtë. Ku hyn 751-shi? Kur e ke bler? Kur? 1986. Tani e ke bler apo e ke marrë më 751-shin? Jo, e kam bler në kohën më përpara, pastaj që është dhënë toka. Ku t'ja ke bler? Unë ja kam bler bashkëfshatari të burrit. Bukur. Tani, të dhënat e certifikatës pronësisë, a përkojnë me shtëpinë që ti ke? Po. Dhe ke vetëm sipërfaqen e shtëpisë apo? Nuk kam komti në certifikatën e pronësisë, vetëm kam një kishë edhe vatarin tim. Në certifikatën e pronësisë, kur e ke marrë certifikatën e pronësisë? Në cilin vit? Ama në Korçë. Kur? Në prill. 10 prill. Të këtij viti? Po. Çfarë thuhet aty te pjesa e sipërfaqes? Sa ndërtesë dhe sa truall? Sipërfaqja thotë është 250 ka dalë me, siç tha inxhinieri, ka dalë me ligji 751 me truallin që e ka dhënë në shteti. Sa sipërfaqe? Po. 250. Po shtëpia? Shtëpia 65. E kuptova. Kaç ke ti? 250 dhe 65 apo jo? Po, këtë dua unë. Po në rregull, po ti e ke atë, për çfarë? Më ka lindur një konflikt me konfliktuesit, se thonë, ka bërë shtëpinë që më ka zhitur mua, e kam bërë në vatanin e tjetri. Zonjë, më dëgjoj pak, të lutem.
para nëse ka pretendime për një pronë me letra që ju thoni janë të rregullta, prandaj ju pyeta sepse ti mund të kesh një certifikat, po a përputhen të dhënat me tokën ku je? Dhe ti më thua po. Në raste të tjerë se dikush mund të vijë te shtëpia ime, dhe thotë që shiko kjo është e ime, po ky nuk është problemi im, është problemi i atij që pretendon. Shumë bukur. Dhe shumë bukur pra. Dhe ajo që unë sugjeroj është që pse shqetësoni ju për diçka që e keni mbyllur prej kohësh. Po më shqetëson sepse policia nuk merr një vendim. Policia e shtetit po bën se hyn me konfliktin. Dashur edhe një, çfarë konflikti? Deri ku ka shkuar konflikti që ju thoni? Konflikti ka shkuar sepse shtëpinë që më kanë shitur e kanë bërë në vatan të tjetrit. Kush e ka si në vatan të tjetrit? Ti thua ka gënjyer. Jo ka gënjyer në aluizmi, ka gënjyer në bashki, ka gënjyer në polici. Po neve kemi shitur një shtëpinë sot të nënës, kur vatani është i tjetrit. Edhe një herë, domethënë. Po ja pas se këtu lindë gjitha, e kupton? Në një ranë ti më thua që nuk ka si dokument që vërteton shitjen dhe blerjen me spalve. Nuk vërtetohet nga pretenduesi. Atëre si mund të vërtetohet kjo që ai thot kam shitur këtë dhe jo atë tjetrën? Si? Vërtetohet sepse nuk ka karta, nuk figuron në lindje në saj që pretendon. Se nuk ka certifikat, nuk ka karta, nuk figuron në hipotek. Shtëpinë që ti je aty e ke të rregull me letra, me hipotek? Po. Me karta që e kam bler, me karta me hipotek që e ka zbër. Që në 36-ën. O e dashur edhe një herë. Pikërisht pra, ndodhur në këto kushte, në rast se shtëpia jote është në rregull, në emrin tënd. Po, në emrin të burrit. Po mirë pra, burri joti është. Do të thotë që nuk është problemi juaj çdo pretendim që ka me atë. Le të shkojë ta zgjidh vet personi që pretendon këtë problem. Po si bravo, po kjo këtë s'do. Tu bëfte Florint. Po kam një orë që e them, e dashur, sepse Florint ajo goj. Më dëgjoj pak, ta thash edhe më herët. Unë punoj në këtë televizion apo jo? Po. Tani unë një ditë shmondem dhe i them, të ka marr disa herë. Jo pra jo, më dëgjoj logjikën. Po. Unë mund të pretendoj që kjo studio këtu dhe kjo hapësira është e imja. Ndërkohë pronari e ka me certifikat pronësie tani se të shmondem unë. Nuk është faji i atij që e kam. Nëse gjithmonë është kështu si thoni ju, pra unë prirem të besoj dhe të marr mirë qenë atë që thoni ju. Sepse nëse aty ka probleme të tjera pasaj dhe ti ke certifikat të një shtëpie tjetër dhe jeton në një shtëpi tjetër, atëherë të më fal pretenduesi. Por në rast se ti je kështu dhe thua unë kam bler këtë tokë, këtë shtëpi, e kam me certifikat pronësie, të dhënat e letrave përputhen me shtëpinë dhe tokën ku jam, ti gjumë të ëmbël, flie qetë. Tjetri pastaj le të shkojë azil, po s'ka kjo, s'ka nevojë të ta them unë. Nuk po e shkëput policia, se nuk i thot, ti s'ke karta. O zonjë edhe një herë të shpunke ti me atë. Ty në rast se një ditë dikush, si? Po më shbër bela. Po të shbela më shpirë të vjen në shtëpi ty ai. Po. Po përzere nga shtëpia. Po se për policia se më thot mua e ke ti gabim, se nuk ma mirë të qenë. Po le të shkoj në gjyq ai moj zonjë, çpunke ti. Mirë thuaj dhe të shkoj në gjyq ai ta zgjidhë këtë gjë. Shumë faleminderit Flodi. Ç'është kjo? Kemi një orë që flasim për diçka që. Faleminderit ty për telefonatën. Nuk e kuptoj domosdoshmë. Faleminderit shumë. Edhe ty. Ndjes telefonuesve të tjerë, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Një pyetje të shati Klodi. Urdhëro. A ka dalë ligji për ata makinat pensionistët që jo, për makinat? Jo. Akoma, i dashur akoma. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë tjetër. Faleminderit. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, ere. Dhe u kam një hall. Do vi ule zërin e televizorit dhe pastaj flasim. Po. Ule në zero pastaj. Ja, e ula fare. Nuk thuaj. Unë e kam legalizuar shtëpinë unë te legalizimin. Po nuk kam marrë atë për tokën, trovin. Ke aplikuar? E ka aplikuar e mora unë certifikat legalizim. A ke aplikuar për truallin, se s'dalin të dyja njësoj ato? Aplikimi për truallin është aplikim në vete, ndërru. Po ta erë më matë mua truallin, s'ka shuar. Duhet të aplikosh për truallin. Certifikata e pronësi. Po për truallin, po, jo prapë s'ke aplikuar. Nëse s'ke aplikuar, do aplikosh për truallin. Po ta erë datë legalizim në matë mua dhe shpirë truallin. Okej, mos aplikoni ndëruar.
Po që do bëjnë? Apliko. Të aplikojnë dhe? Mirë. Po jo them unë më nderuar, edhe një herë. Dëgjoni pak. Po. Sepse varet nga specifikat kjo. Po. Pra ka raste kur në certifikatën e pronësisë të shtëpisë të del me një sipërfaqe të caktuar toke ajo. Po kupton? Pjesa tjetër pastaj duhet aplikime vete. Ka raste kur nuk të del me 0 truall. Më kupton, nëse të ka dalë kështu, të ka dalë me 0 truall shtëpia. Po të tërë si fshat shurimin edhe, nga ka tërë shu. Bravo, do aplikoni për truallin, janë 2 procedura më vete nderuar. Më kupton, ata e kanë matur se, okay, nuk e di për çfarë arsye, ose kanë matur ata të shtëpisë dhe ty duket sikur kanë matur truallin, apo ndoshta kanë përcaktuar ndonjë kufi. Por trualli nuk mund të certifikohet pa e kërkuar. Mora të legalizimit unë edhe vajte me inotere dhe qujtë në ndojim, po të zorim gjithmonë ne. Po, pra, legalizimi, pastaj ti s'pas ke mbaruar puna as me shtëpinë. E kam mbaruar, e mora unë atë certifikat. Po ti the vetëm legalizimin. Certifikatën e pronësisë, e more të shtëpisë. E mora. Jo legalizimin, atë të pronësisë. E mora të thamun ajo notira e tashira e ke shpinten në rast, ta prish një vita. Po, e qartë, okej, apliko për truallin, nderuar. E mirë. Faleminderit shumë. Gjithë të mirë. E më pëlqeu ai sqarimi asaj gruas tani prandaj mora, që bëre para. Po është i saktë apo jo? Qysh? Ai ishte i saktë. I saktë, po nga ajo të mora dhe unë, më pëlqeu ajo. Saktësi jote, prandaj mora. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për telefonatën. Para se të kaloj me tjetër, nuk e di pse me çfarë koincidoj apo për kohë dje, po kam marrë shumë mesazhe të interesuar kryesisht atyre të cilëve jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, por me gjas për faktin se do kthehen tashmë në këto ditë për festat e fundvitit për t'i kaluar pranë të afërmve të tyre, dhe ishin të interesuar të paktën 20 në mos gaboj diçka më shumë. Shprehën një interes të jashtëzakonshëm për të bërë pjesë e pensionit privat, shtyllës 2 pensioneve në Sigal Invest, duke investuar për veten e tyre. Pra jam shumë i lumtur që po vijon që të zgjohet, po themi, një lloj ndërgjegjeje për veten tonë, duke investuar parat dhe për më tepër duke u dhënë vlerë atyre, sepse duke mbajtur aty qofshin pak edhe shumë minimale, e u mbet vlerën dhe nuk na duhet për asgjë. Kështu që bëni të njëjtën gjë dhe ju, të gjithë fillojeni me pak sot, me vetëm 10 euro apo 10.000 lekë të vjetra. Ju i shtoni ato dhe krijoni një kapital vërtet shumë të kënaqshëm, dhe pse të mos e bëni diçka të tillë, ku nesër nga 10 ajo bëhet 20, nga 20 bëhet 50, nga 50 100, nga 100 500 dhe kështu me radhë. Kjo nuk është një lojë fjalësh, kjo është një realitet i prekshëm nga ata të cilët aktualisht janë duke investuar për veten e tyre në Sigal Invest, dhe bukura dhe ose më saktë përfitimet janë të shumta. E para kemi të bëjmë me një fond të trashëgueshëm, që nuk humbet kurrë pavarësisht se çfarë ndodh me kontributorin. E dyta, interesat janë për 4.6%, më të larta se kudo tjetër. E treta, siguri, sepse kemi bëjmë me një kompani lider në tregun e sigurimeve në Shqipëri, sikur është kompania Sigal. E katërta më pas, ti mund ta shfrytëzosh kur të duash këtë fond. Pra nëse ke nevojë për paratë tua në një moment caktuar të jetës tënde, ti i merr ato së bashku me interesat pasin dhe penaliteti, ashtu sikundër mund të rifutesh edhe një herë për të bërë pjesë dhe merr qoftë në formë pensioni mujor, qoftë në formë të menjëhershme së bashku me interesat. E pesta, nuk paguan taksa apo tatime për të tretë, sikundër ndodh te kontributet tona në sigurinë shoqërore në shtet. Që do të thotë kjo, për ata që pyesin çfarë rëndësi e ka. Kjo do të thotë që nëse ti investon 1 lek, aq është investimi, pra ky 1 lek nuk thirret edhe bëhet 0.5 lek, por qëndron aq dhe ti në llogarinë tënde bankare shikon çdo ditë që shuma e depozituar e arritur në vlerën në bazë të investimit, kontributit tuaj, shtohet çdo ditë. Kjo është vërtet interesante sepse në këtë formë ne japim kuptim mbi gjitha vlerë paras dhe krijojmë atë që të gjithë e duam në çdo moshë, por pse jo të mos e kemi në vitet e ardhshme, pavarësinë tonë financiare për të pasur jo 1, por 2 pensione. Dhe pensioni në Sigal është gjithmonë sa 3 fishi i pensionit shtetëror në mos edhe më shumë. Nëse kërkoni detaje të tjera apo për të bërë pjesë, telefononi në numrin e mëposhtëm, tregoni që e keni parë këtë mesazh
Në ora news te Klodi, në ora juaj si të doni ju, sepse do keni akoma dhe më shumë surpriza dhe dhurata të tjera. Faleminderit Sigal për këtë mundësi fantastike që keni sjell për ne, ndërkohë kemi kohë edhe për disa telefonues të tjerë të kësaj pjese të dytë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, si jeni? Mirë, si jeni? Për telefonin nga qyteti i Brazit. Po. Desha të pyes, sa duhet shpërblimi për personat me ndihmë ekonomike? Aktualisht nuk ka një shpërblim për personat me ndihmë ekonomike. Më falë, se desha të them diçka, më falë, Po. se pesem të publikisht. I bëj thirrje kryeministrit Edi Rama të shkarkoj kryetarin e bashkisë i Braç Mariglen Tisha, sepse ai po tallet me popullin e Librashit. Nëse ke vetëm për këtë të ndihmës ekonomike, në asnjë bashki nuk po aplikohet aktualisht, por gjithsesi unë respektoj mendimin tënd. Jo, nuk po kuptove, Klodi. Dua që qyteti i Librashit të kalojë në zgjedhje të parakoshme dhe të vihet një kryetar tjetër. Po kuptove? Dakor. Meqense lidhe me këtë të ndihmës ekonomike, po them, nuk është se është dhënë në të gjitha bashkitë dhe nuk është dhënë aty. Nëse ke arsye të tjera, dakor. Jo, ka edhe një tjetër. Po ta them edhe një tjetër, i bëj thirrje Edi Ramës. Po ti mendon që unë nuk dëgjoj apo? Ta shkarkoj nga detyra. Nëse lidh me ndihmën ekonomike nuk është dhënë në asnjë bashki tjetër. O zotri, edhe një tjetër. Edhe një tjetër, prapë të njëjtën përgjigje do të them. Nëse lidh me ndihmën ekonomike, asnjë bashki nuk ka dhënë shpërblim për këtë gjë. Edhe një tjetër. Nëse lidh me ndihmën ekonomike, asnjë nga bashkitë nuk ka dhënë me shpërblim. Po këtë ma thuaj pa, po këtë thuaj o zotri. Nuk e lidh ndihmën ekonomike. Po këtë thuaj pra sepse the fiks pas kësaj. Ky kryetari i bashkisë, Mariglen Tisha, nuk më ka zgjidhur asnjë hall. Po. Edhe prandaj po të them. Po këtë thuaj pra, se ti e lidhe direkt me atë tjetrën, prandaj thash. Jo, nuk e lidhem atë tjetër. Me atë e lidhe pas asaj the këtë gjë. Po pra, i bëj thirrje Edi Ramës që ta shkarkoj nga detyra zoti Mariglen Tisha, sepse qytetarët e Librashit janë të pakënaqur nga Mariglen Tisha. Le mos e votoni, po, i nderuar. Pse e votuat? Kur e kuptuat dy që jeni pak kënaqur? Dua që qyteti i Librashit të kalojë në zgjedhje të parakoshme. Po. Okej. Sepse ai nuk pret njerëzit në zyrë, vëlla. Pse duhet i pres më i nderuar? Po patjetër ka për detyrë, për çfarë zgjodhi populli atë? Po thuaj ti mua, për çfarë zgjodhi populli? Të ta them unë. Atë ta them përgjigjen. Po. Nderuar, dëgjoj pak. Për të drejtuar një vend, kjo s'ka lidhje fare as me zotrin aty, nuk e njoh fare, as me zotrin të tjerë, që prap nuk i njoh, që drejtojnë bashkitë. Në rast se ti ke vullnetin, dëshirën, përgjegjësinë për të drejtuar një vend, pushtetin lokal në rastin konkret, një bashki të caktuar, nuk ka nevojë të presësh njerëz në zyrë, thjesht bëj detyrat që njerëzit të mos të vinë në zyrë dhe mos kenë probleme. Dakor? Po dua që të punësohem më vllai, na zgjidhë hallet dhe problemet. Aha. Mirë nderuar, se ne nuk kemi zyrë punësimi. Faleminderit shumë. Kalojmë në tjetër telefonat apo? Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam ta interesuar të dërgova të numrin e docës së babit, të kryeministit politik që kemi marrë në gjykatën e dytë në vazhdim, nuk e di të hedhë. Me emër të lutem? Bariam Shkembi, Robert. Bariam Hasan Shkembi. Hasan, po pra, Hasan. Ta dërgova Bariam Hasan Shkembi. Hasan tash babi. I nderuar, dosja juaj është pjesë e shumë dosjeve të cilat kanë shkuar me vonesë nga Ministria e Drejtësisë. Megjithatë ajo që neve na kanë thënë është thjesht do jetë procesi paksa më i ngadalt, në kuptimin e marrjes së kosteve, por si dosje nuk ka asnjë lloj problemi dhe nuk duhet plotësuar me asnjë dokumentacion tjetër shtesë, pasi si është kjo? Në marrjen e këstit të dytë, ty nuk të shkërkuar ndonjë dokument shtesë tani pas të dytit, ë? Jo, kështu që e ke në rregull i dashur. Thjesht mund të vonoj pak më shumë se të tjerët, por që asgjë për të shqetësuar, sepse ka një kategori dosjesh që janë kaluar me vonesë në Ministrinë e Financave për edhe diçka tjetër më the? Jo, do të thënë e kuptova ku është pengesa, nuk ka problem dokumentacioni edhe të ime. Jo, dosja është okay, thjesht është procedurë pritje në kuptimin sepse ka shkuar pak me vonesë në krahasim me dosjet e tjera dhe janë goxha dosje të vonuara me thënë drejtën. Mirë, shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit për telefonatën. Edhe kur marrëm të lajme të tilla në kuptim për mjetin të estimit tuaj, na bësh qefi.
Jam shumë i lumtur dhe unë për ju. Faleminderit. Shumë mirë edhe jo vetëm mua që më radhë këtë zgjedhje, po dëgjoj për ditë emisionin tuaj. Mundohemi. Dhe më bëj shumë qefi që marr përgjigjen e saktë të çdo qytetar. Mundohemi dashur. Faleminderit shumë edhe ju për telefonatën. Çfarë bëjmë? Kemi kopër. Okay, nuk dëgjoj unë aty, e dini tashmë. Bukur, kalojmë publicitet, flasim për ata të cilët kanë probleme me prostatën, ja ku keni zgjidhjen. Prostatol 100% produkt natyral, prostatol kompleks nga Natyra Therapy, në fakt është i certifikuar dhe patjetër i sugjerueshëm për të gjithë ju që keni probleme me prostatën. Mos e lini veten pas dore në kuptimin e mos e do kaloj vet, jo asgjë nuk kalon vet në rast se ne nuk e stimulojmë për ta shëruar, kështu që edhe sidomos për një problem të tillë që shkakton dhe një varg problematikash të tjera pastaj që ata të cilët e vuajnë e kuptojnë më së miri. Kështu që mos e lini veten tuaj në dorë të fatit apo të eksperimenteve të ndryshme që mund të bëni me medikamente të tjera, sidomos të parekomandueshme nga mjekët. Mjeku pak më vonë do t'ju shpjegoj edhe anët pozitive të prostatol që nuk ka efekte anësore, sepse është 100% produkt natyral, nuk ndërvepron me medikamente të tjera dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ndonjëherë mund të kemi ndonjë nevojë për të marrë ilaç tjetër dhe një medikament pastaj shtesë do të ndikonte, do bënte atë përplasje në organizëm. Mirë, por me prostatol nuk e keni diçka të tillë sepse është 100% bimor. Kthehemi pas pak. Dhe kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, në 83 minuta jemi, vijon komunikimin drejt për drejt me ju. Kemi telefonat. Mirëmëngjesi. Lodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përgëzoj për durimin o djali mi duruari në botë. Faleminderit. Të të bëj një pyetje? Bëje patjetër. Kjo kompania Fondi Sigal, Po. mundet të ndihmoj dhe me ndonjë kredi nëse ke nevojë? Nuk e di këtë, të them kot. Mirë. Nuk e kam iden. Me sa di unë jo, sepse nuk është institucion financiar kuptimin e... Jo, që ti jesh në marrëdhënie pune dhe rregullat e tyre, nëse japin. Nuk ta them dot dashur, nuk e di. Mirë. Më vjen keq. Uroj shëndet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Presim pak çastin në 068 60 54 639. 068 99 00008 për ju që dëshironi të na bashkoheni në komunikim të drejt për drejt nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Uleni zërin e televizorit, ju lutem zërin. Uleni zërin e televizorit. Zonj, ndjes. Lodi. Po. Unë kam... Ule zërin e televizorit, ndryshe do flas me telefonus tjetër. Kam folë dhe herë me ty, po duhem do të ule zërin e televizorit, se ndryshe nuk flasim dot. Kam bon gjyq, se më kanë pahu vjetë të punë, s'kam folë një 2 herë tjera me ty. Më kanë pahu vjetë të punë, se tash 2 vjetë e kam fituar gjyqin. Ma kanë pasquar në apel, e kam bon gjyqin me 17 në nërë, e kam fitua prapë. Tash deri kur kam me pritu, jam 76 vjeç, apo të çoj të stopi? Nuk është se do zgjidhet gjë, ajo është procedurë dhe fatkeqësisht askush nuk mund të hyjë atje në rastet kur nuk është parë. Po tash unë 2 herë kam fituar gjyqin më por deri kur kam me prit? E di dashur por. Bëni një kërkesë gjykatës. Bëni një kërkesë gjykatës, juve ose avokati, për ta përshpejtuar si dosje, ndoshta mund të merret. Avokati më ka thënë, s'kam punë më, kam marrë lek, kam fituar gjyqin 2 herë, sot tash s'kam punë më me ty. Dhe duhet ndjekur çështja me avokate dashur, nuk. Në gjykatën e apelit. Jo, mo, tash për zopës jam të bon gjyq më, me harxhu parë boll më, s'kam harxhu boll. Po për çfarë çështje e kishe këtë gjyqin zoj? Ë? Për çfarë çështje e kishe këtë gjyqin? Për humje ditë dhe punës. Ku? Jam në Lezhë. Jo, ku ke punuar vite që po I kërkon? Unë kam punuar në kooperativ në Velipoj. Po shko te sigurime... Zonjë, më dëgjo pak e dashur. Shko sot te sigurime shoqërore dhe ata bëjnë tërheqjen nga gjyqi dhe ty kjo periudhë do të njihet pa gjyq. Sigurime shoqërore? Po shko sot te sigurime shoqërore në Lezhë. Po, mirë. Dakor? Edhe bëja të ditur këtë situatë. Mirë.
Bëja të ditur këtë situatën që je në proces gjyqësor dhe ata bëjnë tërheqjen, dakor? Mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Alo, Mirëmëngjes. mirëmëngjes. Po, Klodi, urdhëro. unë jam që mi kërkove ato të dhenat për aplikimin për shpinë, për legalizim. Tani, në Albania ka aplikuar Gëzim Pisha me ID-në ta them, Për çfarë më duhet mua kjo, e dashur? Më duhet dokumenti i aplikimit. vetëm dokumenti, E. po kështu në Albania që është kjo emaili, Jo, nuk më duhet, ato janë të dhënat tuaja personale. a nuk duen ato. Jo, jo. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Ko... S'ka gjë jo. Të lutem, faleminderit ty. Mirë dëgjofshim presin tjetër. Mirëmëngjes. Dies. Alo. Alo, Mirëmëngjesi. mëngjesi, si jeni? Si jeni ju? Jam një qytetare e Tiranës, po Po, e ardhur. më thuaj. Jam edhe një 64, po i mbledh vitet e punës, kam apliku ke i Albania, edhe Po? nuk më dalin, nuk më rezultojnë ato 9 vite që kam punu ke dega e librit, shqit si librash në Peshkopi. Cilat vite? 84, 92. Çfarë do thonë? Cila është arsyeja? Pse? Nuk dalin, nuk figurojnë në asnjë vend, edhe Ashtu, ha? kam punu këtu ke... Tashti e ka, Erilber e ka, më përpara e kishte SHPK-sit që ishin ato firmat e para. Ke një firmë sandalesh, atje kam punu 5 vjetë, 3 vite më dalin, 2 vite nuk dalin. Periuda 2003-2008. E kuptova. Në rast se ka probleme e dashur, vetëm gjykata ta zgjidh fatkeqësisht në këto punë. Okej. Edhe kur mund t'i mbledhi për shembull se dokumentat. Kur të doni unë, kurse ka një afate, një kohë të caktuar. Kur të mundeni. Okej. Më kupton? Po. Faleminderit zonjë. Po, nga që thamë do njihen edhe me gjyq tashti. Po jo në këto ndërmarrje. Okej, faleminderit. Mirë, faleminderit dhe juve. Mirupafshim. Por telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mëngjesi. Urdhoni. Rëdi, Po. jam një pensionist. Pensioni kisha para njëtjes të famshme 2.5%, e kisha 200. Po. Tani, me atë ngritje, në ngritë 4.000 lek. Nuk takon mua të marrë 150, ajo ngritje që nuk Jo i nderuar. Jo, nuk ju takon. Urdo? Jo, 100 do merrni, them. Ua, po pse po. Po se ke 204. Era i preu kështu. Prandaj e muja të 2.500 lek për të hequr një 50, e? Mirë, faleminderit. Hipse të vrava i thonë kësaj zbritse të vrava, po nese. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Desha me ju pyet për këto kontributet e fundvitit, të bonusin, përfitojnë ata që marrin këmbë në bashki? Jo, deri tani jo e dashur. Jo, po ato të... Ata sigurinë shoqërore, po. Jo, çfarë ka të bëjë me bashkinë, jo? Edhe për ato të asistencave të përkajë sociale, jo? Deri tani jo e dashur. Jo, në rregull, shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Për telefonatën, presim tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizori, zonjë, lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam një shqetësim. Kam aplikuar kam një vit, tani kam aplikuar dhe në demokratike nikën ato. Tani aplikova kam një vit e Kolbenia, kam paguar në post 110.000 lek. Dhe vetet e Kolbenia s'më kthen asnjë lloj përgjigje. Për çfarë keni aplikuar? Për shtëpi, se jam pa dokumenta. S'më ka rënë përgjigje, më thot prit. Kur e keni bërë aplikimin? Për një vit, tani mbush një vit. E ke dokument aplikimit apo jo?
Jo, kam atë që kam paguar lekët e postas, më ka dhënë asnjë gjë. Nuk e gjem dot pa dokument aplikimi e dashur. Po qysh s'kam unë, nuk jam regjistruar. S'kam, e kam pa dokumenta shtëpinë. Po pra, dokumenti që ke aplikuar, ku e ke? E kam këtu, në shtëpi. Atë më jep dokumentin e aplikimit. Me çfarë ta jap? Më jep numrin e telefonit. Numrin e telefonit? Po. Në cilën kadastër keni aplikuar ju? E kam këtu tek Lagja Donika Kastrioti Berati, jam nga Berati. Ndjes, më jepi numrin e telefonit. 069 25 75 918. E bëra me kartën time Mimoza Aliu, po me shtëpit janë Agron Aliu, se jam në cilibri me burrin. Atë ditë aplikoha me kartën time Mimoza Aliu. E kuptova. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, mirupafshim. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Mirëmëngjes, një urim do nga Gjirokastër, një urim për misionin tuaj. Faleminderit shumë. Kam asnjë problem. Shumë faleminderit. Gjithashtu. Faleminderit vërtet. Presim tjetër. Ju dëgjofshim. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Kemi apo jo? Alo. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Me ju po flas me Klodin? Po, Klodi jam, urdo. Unë kam një sqarim se kam shtëpiti, kam me dokumenta me certifikat pronësie dhe dua të qatin. Lejohet të nxjerrësh leje për qatin apo? Patjetër, në bashki. Në bashki. Sigurisht. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, Klodi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Të uroj për emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Kam respekt. Faleminderit shumë. Dhe dua të bëj një pyetje, ne të ndihmës që marrim nga bashkia 20.000 lekë do marrim bonus? Deri tani nuk është përcaktuar gjë e dashur. Fatkeq. Jo. E mirë. Le ti marri ajo balluku dhe këto 20.000 lekë që marrun e shkreta. Faleminderit shumë e dashur, më vjen keq. Gjithë të mirat, shkojmë me tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Me Klodin. Po. Faleminderit. Faleminderit juve. Po mirë kafe, s'po çoft të pi kafe. Shumë faleminderit. Të kam thënur para një muaji për një problem të përdjekurish këto që janë përshatuar me këtë në dishtë të reshin. Dhe më po të thonë që në 10 orë duhet dala e vendimi që mund të bësh letrat. Atë jemi duke pritur i dashur. Edhe dje kam folur. Të shohim. Faleminderit që asgjë, ju lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Lodi. Mirëmëngjes. Keni mirë. Mirë si jeni ju? Mirë. Unë s'kam asnjë problem, i ke zgjidhur problemin dhe çdesha me të përshëndaj të uroj shëndet tona të mira të jetë. Shumë faleminderit e dashur. Shumë faleminderit edhe ty. Faleminderit vërtet. Pafshim. Ju dëgjofshim. Bukur shumë. Në 8:15 jemi, presim tjetër telefonues në 068 60 54 639. 068 99 00008. Alo. Shëndetje, do të flisjem pas me Klodin. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Alo. Alo. Urdhoni. Shëndetje. Shëndetje. Doja të pyesja se kam marrë certifikatën e legalizimit të shtëpisë. Më kanë thënë për metra katror, kaq metra katror, vetëm trullin më kanë çuar 0. Po, do aplikosh për trullin, më vete nderuar. Në bëj aplikim tjetër? Aplikim për trullin. Çe këto dokumenta dhe? Jo, bëhet aplikimi për trullin. Në plani rilevimi do bëhet përcaktimi i sipërfaqes së trullit dhe pastaj aplikon në Albania. Është aplikim më vetë. Lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Kam një problem.
kam dalë në pension më 27 të këtij viti qershor. Dhe i kam plotësuar 24 vite kam të siguruara. Po. Në kooperativën nuk më dalin, se janë dalin e 6 jeta. 76 kam 6 muaj, faktikisht. Nëse nuk të dalin, do të të njihen me ligjin e ri nëse nuk të dalin nderuar. Po në ligjin e ri më thanë, në sigurime shoqërore më thanë që janë që më 18 vjet e lartë. Po, ashtu është. Po 77 që unë kam dalë në kooperativën. Nëse do që të njihen dhe ato, por kanë probleme vetëm me gjykatë. Vetëm me gjykata nuk lidhet problemi. Po. Çfarë moshe ke qenë atë vit? Po në 75 kam dalë për shkollë, domethënë 16 vjet më 27 qershor të 6 jetës kam mbushur 16 vjet. E kuptova. Pra një vit e ca gati 2 vite ty nuk të njihen. Një vit e gjysmë më lot, po. Qartë. Po. Vetëm me gjyq gjendet ajo nderuar. Vetëm me gjyq, Po, fatkeqësisht po. Mirë, faleminderit. Edhe juve faleminderit. Faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër. Në 8:17 jemi. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhoni. Jam një minator, kam punu 20 vjet minier. Po. Dhe jem dalë me 7.000 lek ta zero kon me tavan. Si? Ke dalë me? O kon pensioni delke me tavan, nuk ka pas 7.000 lek pensioni. Ashtu, ha? Sot marrë një pension mesatar, unë nuk. Si ka mundësi kjo se nuk më rritet pensioni, që kur jë kon rrit pensioni, mas ju e kum pas, mas marrën pension në Shqipni. Kur ke dalë në pension? Unë jem dalë në 90-ën. Ke pretendive, nëse ke pretendive, do të bësh një kërkesë për shqyrtimin nderuar. Vetëm kjo e zgjidh atë, nuk është se ka një mënyrë tjetër. Mirë, ku do të marrë kur? Te sigurime shoqërore në drejtorinë rajonale tash. A marrin për bazat puna? Jo, kjo nuk do të thotë që gjithë ata që bëjnë kërkesë u rritet pensioni, ëh? Domethënë, ideja është që ti bën kërkesë nëse është llogaritur saktë apo jo pensioni jot. Vetëm kështu mund të heqësh atë meraku po them. Faleminderit juve para se të kaloj. Sa shumë pyetje për pensione, mos më ka dalë shumë, më ka dalë pak, nuk e di nëse është llogaritur mirë, është llogaritur saktë, gabim, po tavani, po dyshemeja gjitha me radhë. Për të shmangur gjitha këto procedurat pa nevojshme dhe për të pasur informacion të plot. Dhe një, po themi, vetë vendosje të pensionit tonë, sepse me Sigal Invest, ju e përcaktoni vetë se çfarë pensioni do të keni. Për shembull, duat të kem pension 500 euro në muaj, në bazë të cilit ti kontribon çdo muaj për të arritur këtë vlerë. Do 200, patjetër që po. Kështu që gjithçka mund të nisë edhe nga 10 euro, nga 10.000 lekë të vjetra për të bërë pjesë e Sigal Invest, në kompani më të madhe, më të besueshme në vend, këtë e kanë thënë edhe statistikat, por edhe institucionet pak ditë më parë, që menaxhon të ardhurat e gjitha kompanive, bizneseve dhe individëve të cilët janë investues për veten e tyre në Sigal Invest, në shtyllën e dytë të pensionit, dhe kjo ka arritur besueshmërinë vit pas viti edhe tek ata të cilët tashmë janë duke përfituar kontributin apo investimin prej vitesh në Sigal Invest. Kështu që mos e neglizhoni, e ardhmja e afër do të shkojë drejt pensionit privat, kjo është pak por e sigurt, sepse nuk mund të përballohet në kohët që jetojmë vetëm me sigurime shoqërore nga ana e ISSH-s për gjitha dinamikat e problematikave që ka pasur dhe vazhdon të ketë ndër vite, sepse e tillë është skema. Ndaj, ka vite në botën perëndimore, ku ne themi që pse ata paguhen më shumë dhe kanë pension më të lartë, sepse ata kanë investuar për veten e tyre. Ka nisur me pak gjë që nuk të dëmton apo nuk të vret as pak në përditshmërinë tënde. Kështu që nisen edhe ju pak sot për të përfituar shumë nesër, sepse do të marrësh gjithmonë e më tepër shumën mbi shumën që ti ke kontribuar. E kemi thënë gjithmonë atë shembull që nëse ti për 20 vitet e ardhshme kontribuon 100 euro çdo muaj, merr 25.000 euro më shumë nga sa shuma që ke kontribuar. Kështu që nuk është pak, e në fund ti të kesh atë të cilën e ke investuar, e ke në llogarinë tënde bankare, dhe 25.000 euro mbi atë që ke investuar. Për mua shumë, dhe për gjithë ne patjetër. Për më tepër informacion, kontaktoni numrin e telefonit, më besoni që është
zgjidhje ideale, më besoni që nuk do t'ju pengoj as pak në shpenzimet tuaja mujore. Nëse keni diçka të vogël, futeni llogarinë tuaj bankare. Dhe shikoni që nesër ai do të jetë më shumë, do të çuditeni, ditë e para patjetër do thoni si ka mundsi, por pastaj do mësoni sepse kështu funksionon. Vetëm në Sigal Invest, që e falenderojmë patjetër. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Është larguar. Bukur. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, ne? Klodi, ja. Po, u hapën gjak për këto, për ndërtesa pa leje, që janë bërë pa leje, me legalizim. Jo, ende jo. Dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër. Jo vetëm për ndërtimet pa leje, por edhe për ndërtimet me leje nuk është se ka një tillë në fakt. Që janë bërë pa leje dhe janë pa certifikat. Po i nderuar. Dakor. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. 20 megatuzat e bëjnë Shqipnin. Jetë i dërgush. Ata kanë bo. Se sa bukur kanë gju. O klët, je mirë, ti e stafë, jetë të pashta zotë, në liamet e bënë Shqipnin, jetë i dërgush. Në rinin. Ta janë korruptum tonë. Kome kry. Janë shumë të rëzikshëm. Nuk ka dhe me këta. Kanë vjallë, kanë vëro, sa kanë plaqite, ka zdesh rrugë smollë, ta më të më të këngras, djetë jo. Okej. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Klodi. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Urime për emisionin. Faleminderit shumë. Po. Jam qytetar nga Kosha. Jam pensionist. Po. Punoj në një biznes privat. Me sigurime, nuk të mban pa sigurime. Tashi, në qoftë këto sigurime, të mos i dërth në sigurime shoqërore, po t'i dërth në Sigali, bet? Si nuk bëhet. Madje duhet ta kishe bërë që më përpara. Jo, të sa unë ka 5-6 muaj që këmë dalë. Okej, shumë mirë, patjetër që po. Si nuk bëhet? Po nuk e ti e pranoni të sigurimeve? Patjetër kjo është dhe për bizneset, nuk është vetëm për individët. Është për bizneset, për kompanitë, për ndërmarrje, për gjitha. Faleminderit për këtë. Kam e tjetër. Ndjes, po. Në atë biznes punojmë dy kushinj. Njeri u aksidentua. Pensionista, e sa mi matë e mua, ka dalë ka 4-5 vjetë. Edhe ai me sigurim. Në qoftë se mbetet invalid, përfiton diçka? Do të shkuptim përfiton diçka nëse mbetet invalid. Pa tashi, ai është pensionist. Nga invaliditeti, përfiton? Po çfarë përfiton nga invalid? Është në pension dhe do të dalë në kemp ai? Nëse ka të kemën. Pra, nga pensioni do të kalojë në invaliditet? Po. Jo, nderuar, sepse institucioni trajton me invaliditet të gjithë personat deri në moshë pune. Në momentin që dalin në pension, në pension, pavarësisht diagnozës që kanë, nuk përfitojnë kemp. Tash është me sigurime të rregullta. Në firma që punojmë, ne jemi të rregullt. Me sigurime. Edhe një herë. Është në pension, është pensionist. Me sigurime të rregullta. Është pensionist apo jo, i nderuar? Në përgjithësi firma si qysh, apo vetëm? Po jo pra, nuk del dot në kemp në rast se është pensionist i nderuar. Nuk ka. Domethënë, burrat trajtohen me kemp deri në moshën 65 vjeç. Ka dhe kempe të përhershme, por në rast se këto sigurimet që paguaj unë, mua as me llogaritën për pension. Çojtë Sigali pra. Ja. Çojtë Sigali nderuar, atje të llogaritën. Unë po, do ta bëj. Edhe po. Do ta bëj. Ju besoj ta bëj. Jo, nuk besoj ta bëj, nëse kompania pranon, t'ja çoj atje, patjetër që po. Sepse ai paguan që i paguan, t'ja çoj asaj. Jo. Firma na paguan rregullisht me siguracione, na mban në punë me siguracione, pavarësisht se jemi pensionist. Ti çoj vetë se e ke vetë në dorë, dërgoj atje se ke edhe i ke me interesa. Ma rroga të tëra. E kuptova.
I dashur falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit edhe juve. Ditë bukur. Mirë, do të shkojmë në një mesazh që ka të bëjë me shëndetin. Prostatol, kompleks 100% bimor, natyral, Natyra Therapy. Është i certifikuar dhe mund ta përdorni pa asnjë problemi, patjetër duke ndjekur këshillën e mjekut për mënyrën se si do ta merrni. Megjithatë, duhet keni kujdes, ky është paketimi, le të themi kështu, i Prostatol në mënyrë që të mos merrni diçka tjetër të gabuar. Është i shëndetshëm, përveç se e kuron problemin që keni me prostatën, është edhe i shëndetshëm sepse është produkt 100% natyral. Nuk do të keni asnjë problemi për efektet anësore sepse nuk ka, është njësoj si të ham një sheg dhe të pretendojmë se do kemi efekte anësore. Nuk besoj, nuk ka efekte anësore shega. Dhe çdo element tjetër bimor që përbën prostatol. Mos eksperimentoni me shëndetin, ja ku e keni për prostatën tuaj. Kthehemi pas pak 20 minutat e fundit. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit me telefonatën në linjë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi. Urdhëro. Unë desha të bëj një pyetje. Në mesin e 2006-s bëj 60 vjeç. Edhe pyeta ke si gali mbi moshën 60 vjeç sa nuk der dot lek për pension. A mund t'i der 10 vjet para, 15 vjet para? Po. Lejohet? Lejohet. Që dy ta doj? Do? Kam një gocë të vllajt në asit kufizuar. Ka një muaj që është paraqitur në kempin e Rrethit edhe nuk ja kanë sjell datën e vendimit. Në fjalë kam pritë se mos e vono dhe i digjet kempi. Si mund të bëj? Jo, nuk digjet në asnjë rast, dhe merr nga momenti kur, kështu që s'ka asnjë problemi. A ndodh që ashtu shtojnë edhe Ndodh. Nuk ndodh. Jo. Se vajta vjen për shkupi edhe më thanë brenda javës që vajti një muaj. S'ka gjë, janë procedura sepse vetëm një institucion merret me shqyrtimin e rasteve në të gjithë Shqipërinë, kështu që mos u shqetëso. Falenderoj. Ti je mirë. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhroni. Unë jam një qytetare që ka marrë dhe para 2 javësh. Po, zoj. Pra të certifikatën e shtëpisë në Vlorë. Po, më keni sjell dokument? Po, ju dhash emrin, Orial Danaj. Dokument, aplikimin na duhet e dashur. Po, kemi bërë të gjitha aplikimet, që kemi paguar, kemi 4 vjetë që banojnë në ato shtëpi brenda. Na duhet neve një dokument aplikimin që ta përcjellim kadastrin e dashur. A, duhet të sjell aty një dokument Dokumentin e aplikimit, po. Mirë. Ne kemi bërë të gjitha E di, pagesat. nuk e vën në dyshim, por që të pyes më duhet dokumenti i aplikimit e dashur, sepse do më thon kush është filani, dokumenti i aplikimit se kam. Nuk pyesin dot ashtu, më kupton? Jo, këtë nuk e kanë sjellë, se radhën e parë më kërkuat vetëm emrin. Dokument aplikimi e nderuar, na duhet. Edhe është i pashmangshëm dokumenti i aplikimit. Kur e keni bërë aplikimin për certifikat? Ne kemi bërë që Kur? Para 4 vjetësh. Po e sigurt që e ke dokumentin e aplikimit e dashur. Po, e kam dokumentin e aplikimit se unë jetoj në ato shtëpi, edhe problemi është se dokumenti e shtëpisë ka dalë, po ka dalë në emër të firmës. Edhe tani aty janë 2 pronarë, ajo. Ata kanë konflikt me njëri tjetrin dhe më mbajnë mua peng, vetëm shtëpinë time mbajnë peng. Më duhet dokumenti i aplikimit e dashur. E mbaj mend rastin, më duhet dokumenti i aplikimit, se s'ka lidhje me shtëpinë tënde ajo. Fakti që kanë konflikt me njëri tjetrin nuk e zgjidhin mbi shtëpinë tënde. Po, se ja pra ky është problemi që ata po më mbajnë dokumentin e shtëpisë time peng. Të lutem gjeje dhe ma sill dhe ta zgjidhim, dakor? Dakor. Faleminderit shumë dashur. Edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirini kështu. Mirë si jeti. Dohem që një mirë edhe kërkoj një ndim nga ju për çështjen e trullit e këto. Kam bërë një kërkesë e bëra vada kontrollova si the ti dhe s'm ka ardhur asnjë përgjigje për çështjen e shtëpisë dhe trullit. Me emër? Në emër Xhevat Braga. Po si nuk të ka dalë xho? Kush e kontrolloi jo bunin? Vada kontrollovan ai të qendra administrative. Atje e bëra. Jo s'marr vesh ashtu aty, Klodi, nga ajo thash. Po duhet një Albania jo morën Xhevat. Një Albania, po ai u fut në atë, se ai mi bëri të gjitha për indje. Në çfarë të tha? Më tha mua, deri tani nuk ka ardhur asnjë në thamë. Ne gati një orë atje duke kontrolluar edhe nuk s'ke asgjë. Ai ke të dhënat e Albanias?
Po të zanat, po marrë vesh, digja me shkreti s'marrë, po të bina vesh, unë t'i bja direkti, nuk bet la. Po jo. Se ti ke aplikuar që në mars. Po, i piti 254. Urdo? 254. E ke numrin e telefonit. Po jo, më unë e kam përballë këtu, këtë dokumentin e aplikimit. Në datë 12 mars ke aplikuar 2025. Në theve që më dërgove atë Alvazero, ta dërgova. Nuk e di të ka ardhur apo jo. Alvazero s'pa ke dërguar ti mua? E dërgova në atë, qa quat jo Facebook. Ku? Në qa quat Facebook, më gjeve një tjetër. Në Instagram? Instagram, po. Në qarë emri Manisa? Në Gjevat Bragën. Do më falë se po të presh dhe që ka te po. Nësë më ke nisë në Instagram, nësë më ka nisë dikush tjetër. Ma ka dërguar Qupa mua në pak, Qupa se s'marrë vesh. Si ka emri vajza? Gerta Sota. E po këtë më thuaj. Nuk e di se si... Ti dhe që e ka marrë Instagramin para 2 ditë që të mora. Me këtë emër jo? Me emër ma se nuk e ka nisur, sa të gjëri... Më nisa Vëzeron atyre Gjevat, po ti shumë mirë pas ke bërë atë, pëse thua më ke nisur atë të marsit? Më dërgova Vëzeron. A Vëzeron ta tërgova, nuk e nuk qësi se ke marrë ti, nuk e... Jo, se ke dërguar, as me këtë emër, as me emrin tënd. Ma dërgo të Facebook, më pëse vjen kështu? Po që ke nisin Qupa, unë se dizio. Do më falesh. Ma dërgoa Vëzeron Gjevat, lutem. Mirë, faleminderit. Telefonatës, shkojme tjetër, 10 minutat e fundit, mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Alo? Mirë mëngjes, ule një zërin televizori, Zoj? Zoj? Më dëgjon nga telefoni. Alo? Zonj? Do flisni apo ta mbyllim? Alo? Do flisni apo ta mbyllim? Zonj? Po ule zërin e televizorit se unë ngatrove, ke 2 minuta. Zonj? Jemi duke folur bashku, ule zërin e televizorit. O zonj? Alo? Po më falë, nuk më dëgjon nga telefoni që po flas? Zonj? Aj. Era e fundit. Alo, mirë mëngjes. Alo? Ule zërin e televizorit e dashur, të lutem. Po ule, të lutem. O zonj? Alo? A do flasësh moj zonj? Nuk jam më aty, është ajo tjetra. Po je ti, nuk është ajo tjetra, je ti, po ule zërin e televizorit, ule. Po unë kam fik fare televizorit. Ua, si e ke fik moj zonj, ti ke 1 orë që dëgjon televizorin, si e ke fikur? Po për zotin e kam fik fare. Po mos tuaj kod për zotin, po ule zërin tani edhe të flasim, se kemi 5 minuta që them ule zërin e televizorit. Alo? Urdhë. Ma një ndim nga Bashkia Tiranës, 126.000 lekë vjetra. Edhe kam 3 muaj që nuk e kam marrë. Pse? Edhe nuk di që bëhet. Mos të kanë hequr ndimën? Po se unë kam 4 kalamaj, qysh me heqin ndimën mu. Kam 4 kalamaj, jam edhe vetme. Çfarë moshe keni u zonj? 30 vjeqe. Ti je 30 vjeç? Po. Po deshe ta japë dhe emrin. Ta japë dhe lagjet. Banoj ke fresku. Po s'mo dukesh 30 vjeç prandaj. Po së di, kështu e kam zërin. Më falë. Du di nëse e kanë heqja dhe do jipe ta... Po këtë informacion ja japim vetëm juve duke shkuar në bashki.
Vetëm bashkia, këtu jo, Si këtu jo? Këtu pra në bashki. e pra bashkia e Tiranës. Po, të bashkia e Tiranës. Po, atë mund ta marrë, atë nëse kemi marrë atë pagën një herë, po, lënë shpërblimin. Atë kështë dhe e merr ajo ballukja. Cilën pagë s'ke marrë? Punon ti si jem punë? Atë pra, ndihmën familjare. Ndoshta ta kanë hequr pra. Nuk e di, është me pika jo. Faleminderit. Është me pika jo. Faleminderit dhe juve për telefonatën. 30 vjeçe? Se besoj. Mos ka marrë për nusen. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Urdhoni. Kam ndërtuar një shtëpi në vitin 65. Po? Dhe kam ca dokumenta që nga qa ishin ato viteve të më parshme nga kryetari i Këshillit në ato gjëra dhe kam shtëpin pa certifikat. Çfarë mënyre mund të ndjek për ta bërë me certifikat? Do aplikosh, po shiko, aktualisht nuk aplikon dot sepse janë të mbyllura, po kur të hapen ato të legalizimit do bësh vetë deklarimin e banesës që të legalizohet dhe pastaj të certifikohet me hipotekë. Po tani me kë mund të lidhem unë me një notera? Noter, po. Nëse se bën dot vetë me një noter, patjetër. Po. Por kur të hapen. Kur të hapen. Po, Faleminderit. Të lutem dashur, faleminderit edhe juve. Faleminderit. Faleminderit edhe ty. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes ju. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes. Jam një zonë dhe marr një për kështu si tip invaliditetin nga bashkia. Mirë po tash ti, mua më ka dalë dhe pensioni, se me këto ligjin e fshatit, më mblodha ato të fshatit dhe më ka dalë një pension minimal. Do t'i marrë që të dy dhe pensionin aktual, edhe këtë bashkis, apo? Ky 30.000 lekë? Jo, marrë 87 në bashki. Vetëm njërin. Vetëm njërin. Po. Sepse ja dhe një sjarim të vogël, sepse mua ky pensioni që minimal që më ka dalë që në mars, se që aplikova, mi po tash më erdhi. Lekët i mora të gjitha që në mars. Okay. Mi po dhe që nga marsi, deri tash ti, unë ka marrë edhe këtë bashkis. Do ja kthej këtyre, do mbajna. Besoj po. Sepse nuk di marrësh të dyja, po patjetër zoj. Të dyja jo, Jo, fatkesisht jo. Faleminderit, faleminderit juve për telefonatën. Faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonues, përshëndetje. Alo? Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju gëdhit mira? Si jeni juve? Faleminderit. Dëgjoj, do të bëj një pyetje. Po. Tash këto shpërblimet që japin 100 dhe 150.000 lekë. Si mire, do me thënë vetëm duke pasur pensionin neto, pa këto shtesat fare, jo buka, jo korrenti, jo... Kompensimet hiqen, nuk llogariten kur merr kompensim, kur merr bonusin. Vetëm netua, pensioni. Si netua? Duke hequr kompensimet. Pra, indeksimet që janë bërë ndër vite llogariten patjetër se janë pjesë e pandashme e pensionit. Për shembull, indeksimi i fundit që u bë për 2.4 sa ishte? Po. Ai llogaritet si pjesë e pensionit. Po, dëgjoj, pa ju e ka, do të thesh një plat 102 vjet. Edhe e ka 193 pensionin, vetëm pension pa këto. Pa kë? Jo bukën që kanë dhënë, jo korrentin, pa këto. Po, i hiqen ato. Po, pa ato. Po, patjetër. Vetëm 193-shin. Po, 193 dhe merr 150. Po kush i bën këto? Bashkia i bën apo sigurime shoqërore? Sigurime shoqërore. Nëse është pensionist. Po, bashkia e rrethit. Jo, nuk të thash bashkia. Nëse është pensionist, është vendim i Këshillit Ministrave i sigurime shoqërore. Nëse ata nga Tirana llogariten. A është pensionist o shpirt? Po. Është bonusi i fundit pra për të gjithë. Po, shtesat që ja marrim tash këtë shpërblimin. S'të kuptoj. Shpërblimi që merret 100 që dhe tash për vitëri dhe 150. Nga sigurime shoqërore, po nga rrethi apo nga vin nga Tirana? Nga Këshilli i Ministrave. Nga qeveria. Po. Po çfarë si ka nga? Njësoj është.
Po jo them se vem atje, jo po ka që takon, jo po ka që ai plak njëri kësar bon Ato janë përcaktuar, po duhet ta shikoni mirë dashur, se shikon, nuk luan dot nga ajo. Është në sistem ajo dhe s'ka shans njëri të marrë më shumë apo më pak. Shikojeni mirë se ndoshta e ka lon 200. Sa ka marrë personi? 100 apo 150? Jo, ai si pensione kanë 198. O zonjë, sa e mori? A e ka marrë pensionin e këtij muaji? E mori. Sa kompensim, sa shpërblim mori? Bonus. Sa? 100. E po haq i ka takuar pastaj. Se s'do i ketë bërë mirë llogaritë, ka pasur mbi 200 ose 200 fiks. E po i ka me gjithë ato moti Klodi, me gjithë këto shteta. Nuk ndodh ajo shpirt tani, nuk ndodh. Nuk ndodh. Mirë, faleminderit. Nuk ka shans të ndodhë, di pse? Sepse kemi pasur shumë raste të tilla dhe për kuriozitet, unë i kam ndjekur këto dhe nuk na ka rezultuar në asnjë rast që ka qenë kështu. Më kupton? Se është në sistem ajo, nuk lëviz dot nga ajo pjesë. Sepse unë e pyet atë kur marr pensionin e atij plakut, edhe ajo ta ka thënë gabim. Nuk ka shanse, dashur, do të ta ndjek si çështje, dhe të dali pastaj që nuk është kështu. Shika, unë jam aq të kam nga Fogradeci një 2 herë mban mend. Kush? Po s'e kam parë ndonjëherë këtu në Beate, do të jap një të qirasur. Po jo, s'ka gjë të qirasur. Jo, do të jap se je djalë i mirë. Faleminderit shumë. Të përqafoj dashur. Faleminderit. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Është larguar. Jemi në besoj telefonatën e fundit për takimin e sotëm në 068 60 54 639 068 99 00008. Ska gjë, mirëmëngjesi, alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kam djalin në Itali dhe a mund të marrë në pension pas 7 vitesh, atëherë më vjen mosha e pensionit? Mund të marrë pension këtë djali edhe këtu, edhe në Shqipëri edhe këtë djali? Ose se kuptova fare këtë, ç'pun keti me pensionin e djalit? Jo, dhe me thënë merë pasaportën, vitin tjetër djali, edhe mund të marri diçka lej, dhe me thënë nimë sociale, ku të edhën të jetë. Kush zojnë, kush, ti apo djali? Jo, jo djali. Ti rezidente në Shqipëri? Atëherë nuk lejohet në të dy anët, edhe këne e nej. Çfarë nuk lejon dy anët? Nuk lejohet që të marrë edhe në Itali edhe të marrë një pension pas 7 vitesh në Shqipëri. Edhe një herë, pensioni e dashur është e drejtë që ti e merr nëse ke punuar dhe në Itali dhe në Shqipëri, patjetër që merr pension. Ky pensioni privat që sigal që e jep. Atyri te ajo. A kena siguri shumë ke ky pensioni privat sa mos po na del si ato. Tani nëse nuk të bind kjo që unë kam bërë vet. Ashtë e sigur dhe me thënë, nuk në shkëllivu këtë. Janë 20 milion euro që menaxhon kompania sot e dashur. Më kupton? Kështu që ti nuk i çon para siç i çove te Xhaferi dikur. I çon atje dhe se di çfarë. Atë më të na dalë si ke Xhaferi. Jo më shpirt, i ke në telefonin tënd ato lekët, nuk i çon atje. Dakor? Dhe ka ikur ai koha kur ishte viti 0. Aty mbështetu. Ke edhe numrin e telefonit dhe do t'ja shohësh hajrin. Faleminderit ty për telefonatën dhe gjithë tjerëve që na ndoqët të u bët pjesë e emisionit dhe do ritakojmë gjatë ditës në lajme dhe nesër program. Ditë bukur gjithë.